Lufta e dytë botërore mori jetët e 300.000 qytetarëve të Azerbajxhanit. Azerbajxhani dhe nafta e Bakus zinin një vend të veçantë në planin e Hitlerit. Koha e saktë e pushtimit të Bakus ishte treguar në direktivën e Delvajs. Për popujt që flasin gjuhë turkike dhe jetonin në Bashkimin Sovjetik, ai deklaroi: Muslimanët mongoloid, ata duhet të bëhen sklever të një race të epërme. Më 22 qershor 1941, Gjermania fashiste sulmoi Bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike. Në Bashkimin Sovjetik u shpall mobilizimi i përgjithshëm. Azerbajxhani dërgoi në front 600.000 persona, duke përfshirë më shumë se 10.000 gra. 40.000 prej personave që do të shkonin në front ishin vullnetar. Në territorin e Azerbajxhanit u krijuan 87 batalione dhe 1123 njësive të mbrojtjeje. Me urdhër të Stalinit u formuan divizionet kombëtare të Azerbajxhanit. Divizioni 77, i 223, i 271, i 402 dhe divizioni i 416. Më 22 shkurt 1942 u formua divizioni i 416 kombëtar në rajonin e Uzharit. 92% e personelit të divizionit përbëhej nga qytetarë të Azerbajxhanit. Për çlirimin e qytetit të Taganrogut në rajonin e Rostovit nga fashistët, divizioni 416 u quajt Taganrog. 8 ushtarë të divizionit u nderuan me titullin Heroj Bashkimit Sovjetik. Ky divizion luajti një rol të madh në çlirimin e Ukrainës nga fashistët. Në betejat për Odesën, në prill 1944, ushtarët e divizionit të 416 shkatërruan 3500 fashistë. Më pas, së bashku me ushtrinë polake, ata mundën të shpëtonin Varshavën. Më 21 prill 1945, me luftëtarët e Taganrogut në krye së bashku, trupat sovjetike do të fillonin sulmin vendimtar ndaj Berlinit. Kjo e bën divizionin e 416 një nga njësitë e para që do të hynin në Berlin. Ushtarët Azerbajxhanas arritën të ngrinin flamurin e Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike mbi portën e Brandenburgut. Më 9 maj, lufta e dytë botërore përfundoi me fitoren e aleatëve të koalicionit antifashist. Në total, divizioni i Taganrogut shkatroi 22.000 forca armike dhe kapi 5.474 robër lufte. Gjatë luftës së dytë botërore, mbi 170.000 ushtarë nga Azerbajxhani u dekoruan me urdhër dhe medalje ushtarake, ndërsa 123 prej tyre morën titullin Heroj Bashkimit Sovjetik. 300.000 Azerbajxhanas humbën jetën në fushë betejë. Baku siguroi 70 deri në 75% të naftës dhe 85 deri në 90% të benzinës në të gjithë Bashkimin Sovjetik. 75 milion ton naftë dhe 22 milion ton benzin u dërguan nga Baku në të gjithë frontin. Vetëm në vitin e parë të luftës, punonjësit e naftës së Azerbajxhanit furnizuan 23.5 milion ton naftë. E ndërkohë, mbi 130 lloje armësh dhe municionesh u prodhuan në shtetin e Azerbajxhanit. 15 kg ar, 952 kg argjend dhe 320 milion rubla u dërgua në fondin e mbrojtjes. Dhe për më tepër, mbi 1.6 milion njësi mallrash të nevojshme dhe 125 vagon me veshje kundër të ftohtit arritën të prodhoheshin dhe të shpërndaheshin në përfront. Sipas të dhënave zyrtare, pas shumë kohe mundi dhe përpjekjeje të vazhduar, mjekët Azerbajxhanas arritën të kthenin në shërbim 1.5 milion persona në personelin ushtarak. Në përgjithësi, Azerbajxhani luajti një rol të madh në fitoren e Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike. Dita e fitores festohet çdo vit në Azerbajxhan më 9 maj. Çdo vit, presidenti Ilham Aliyev takon veteranët.